fillojmë. Atyre të nderuara media, të nderuara gazetarë, të dashur qytetarë, sapo pam se përfunduan pa sukses 2 seanca të rëndësishme për vendin në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakohshme. Ishim të gjithë dëshmitar se deputetët e opozitës nuk morën pjesë në seancën e ftuar për të votuar presidentin e vendit dhe as nuk dhanë asnjë nënshkrim apo ndonjë propozim në lidhje me një president konsensual. Besoj kemi përcjell të gjithë gjatë këtyre ditëve, lëvizja vendosje ka qenë e gatshme që të mbështesë gjithësisht të jap nënshkrimet për kandidatët të cilët do të mund të vinin si propozime nga LDK-ja apo nga PDK-ja, por po ashtu kemi hapur diskutimet dhe kemi qenë të gatshëm të mbështesim ndonjë me nënshkrimet tona dhe të diskutojmë për ndonjë kandidat konsensual jo partijak. Për te kësaj, paraprakisht pam edhe seancën ku proceduam ndryshimet amandamentuese për kushtetutën në mënyrë që presidenti të mund të zgjidhej me votat e qytetarëve, pra direkt nga populli. Dhe edhe aty e pam që përderisa PDK-ja ishte, të me thonë, e deklaruan që nuk do të mbështesin me vot, LDK-ja deklarativisht kryetari e përmendi që do t'japin mbështetjen me vot, ndërkohë që deputetët tjerë me deklaratat të tyre patën qëndrime të ndryshme dhe po ashtu nuk ishin të pranishëm të 15 deputetët e LDK-s. Kjo qasje vetëm e dëshmon edhe njëherë për tendencën e këtyre 2 partive që të pamundësojnë zgjedhjen e presidentit dhe rrjedhimisht të dërgojnë vendin në zgjedhje. Keni rrugën e qartë përpara nëse do të keni një seancë një tentim të dytë apo vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Keni qartësi në këtë pjesë? Tani ne i bëm gjithë përpjekjet tona, është e qartë deputetët ishin këtu përkundër obligimit sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me prezencën e deputetëve, e cila përmend shprehimisht që deputetët duhet të marrin pjesë në seancë dhe të votojnë. Nëse kanë arsye për të mos marrë pjesë në seancë, duhet të lajmërojnë paraprakisht kryetarin e kuvendit për arsye në mungesës. Nuk ishim asnjë njoftim të tillë, jemi të vetëdijshëm edhe dëshmitar që deputetët ishin këtu, por me vetdije nuk marrin pjesë në votim për presidentin. Nuk jeni ne mësuar të zgjedhë presidentin tonë. Tani jemi në një situatë kur si lëvizjeve të vendosje e kemi bërë të qartë disa herë që jemi të gatshëm të ofrojmë nënshkrimet tona për të garuar me kandidatët që mund të kemi. Pra jemi në një situatë aktuale kur si lëvizje, si parti fituese zgjedhjeve, si parti që kemi mbi 51% të